Rikthehemi tani në studion e Radio Dukazhinit, Erzan Sejdiu ne kemi me vete këtu, një le të themi biznesmen I ri në treg. Mirë se vjen Erzan. Mirë se jetona falenderoj për ftesën. 28 vjeçar, nga Mitrovica me prejardhje, ke vendos me hy botës biznesit, po që e ka për rrafshin e sportit. Po. Botës biznesit jo domosdoshmërisht rrafshin e sportit, po tash jemi në një kompani, bashkëpunim me një kompani për një kohë dhe pjesa asaj kompanie që merret posaçërisht me pjesën në sportit. Jo 100%, po shumicën e projekteve që I ka deri më tash I ka në pjesën e sportit. E ke hap tash sfundi me një kompani që sa ke hap edhe si quhet kompania me kompaninë e kam hap në nëntor të vitit të kaluar, domethënë parafërsisht 10 muaj. Kompania quhet Kas Import Consulting SHPK. Është kompani e specializuar në import të produkteve të ndryshme ndërkombëtare, sidomos produkteve turke, ku deri më tash jemi të bashkëpunuar me rreth 11 prodhues turk, gjanave ndryshme të fillu pe ushqimit, tekstilit deri te që e përmendëm edhe pjesa e sportit. Ajo kompani për këta muaj sa është në treg, është duke u rrit në procese ndryshme pej vetës që kom fillu si I vetëm. Tash jemi në një ekip 4 antarëshe, ku secili I ka normal përgjegjësitë e veta dhe po ndihmon në rritjen e kompanisë që I falenderoj posaçërisht. Kompania tash për disa muaj kemi një marrëveshje me Aldecon City Solutions. Tash vonë keni lidhur në marrëveshje, Po, në fillim të këtij viti, edhe është një kompani që prodhon ulse për stadiume, për palestra, deri ulse të nevojshme për amfiteatra, për hotele, për gastronomi përgjithësi, po kryesisht 98% e produkteve që prodhohen janë për stadiume dhe për palestrat në njëjtën kohë. Kryesisht arenat të sportit. Pra bëhet fjalë për një kompani serioze turke. Kompani shumë serioze turke që ka përfunduar një numër shumë të madh, shumë të konsiderueshëm projekteve në gjithë botën, jo vetëm Turqi ose vetëm në një vend Ballkanit. Ka përfunduar projekte në kryesisht normal me fabrikë, në vendin ku është me fabrikë. Kompania ndodhet në bursat të Turqisë, ku ka përfunduar shumë projekte brenda Turqisë, projekte në Azerbajxhan, Gjergji, po edhe regionin Ballkan të përfshi Kosovën, edhe Shqipërinë tash sfundi është duke punuar edhe në Maqedoni. Edhe Maqedoni është. Edhe në Maqedoni. Tash jemi duke punuar në stadiumin olimpik të Shkupit, që është stadiumi më I madh në Maqedoni. Po, fix stadiumi I Vardarit edhe I kombëtarës maqedone. Ai stadiumi ka 33.000 ulse nëse nuk gaboj, edhe tash është kompania duke punuar në stadium. Të duke të falenderoj edhe ty. Po, normal. Po kryesisht. Sa është e vështirë lidhja me ta? A ka pas interesim prej tyne? A interesu ti? Që shkarë puna deri te lidhja? Ka pas vështirësi normal edhe me klubet të Kosovës, sidomos lejme të Maqedonisë, po ku tash potenciali I kompanisë sonë u po fillimisht prej tyneve dhe që e ka shty shumë me shku drejt një marrëveshje. Gjithashtu edhe portfolio dhe referencat që I kemi prej shumë klubeve në Ballkan dhe në Turqi, është po një plus shumë I madh për marrëveshjen për stadiumin e Vardarit. Për kamallësia, llogaritë me qenë një prej projekte më të mëdha, besoj. Për kompaninë po, një prej projekte më të mëdha. 33.000 nëse nuk jam gabim, 33.000 ulse është. Po jo vetëm aty, keni punu edhe në Kosovë. Cilat stadiume keni rregulluar me ulse në Kosovë? Në Kosovë është rregulluar stadiumi I Ferizajt, stadiumi kryesor në Ferizaj dhe stadiumi I Malishevës, që është projekti I qeverisë edhe projekti I Ministrisë së Sportit. Këto dyja janë përfunduar në Kosovë, që besoj që është bën një punë shumë e mirë, sidomos stadiumi I Malishevës është një stadium që besoj shumë shpejt kemi zhvilluar ndeshjet ndërkombëtare aty, sidomos me Malishevën që po rritet çdo vit. Edhe përpos kësaj kemi përfunduar 2 projekte shumë të mëdha edhe në Shqipëri. Për cilat bëhet fjalë në Shqipëri? Stadiumi I Flamurtarit të Vlorës, I gjithë stadiumi është përfunduar prej kompanisë, që është një renovim shumë I madh prej qeverisë së Shqipërisë, dhe stadiumi të Utës së Durrësit, edhe ai në njëjtën kohë është një investim shumë I madh. Përpos kësaj, përpos bazës, domethënë në sportin e futbollit, kompania ka ndihmuar edhe në investimin në renovimin e një stadiumi të
ekipës nga Fshiu Verior, që është një ekip që bën pjesë në ABA League. ABA League që është liga kryesore. Po flasim për basketbol. Po, basketbol. Është liga kryesore e basketbollit në Ballkan. Është njëra prej ligave regionale më të mira të Ballkanit. Edhe aty luan merr pjesë ekipa Bora Çaçak, që është ekipe Çaçakut në Serbi, ku ju është rinovu palestra jo shumë votash. Cili është, se na e shohim shpesh në stadiume, problemi kryesor është me ulset. Sidomos me pjesën e njerëzve të papërgjithshëm që let i dëmtojnë. Cili është kualiteti që investohet në këto ulse? A janë më të qëndrueshme, a është me i thy? Kualiteti është definitivisht jo që jam pjesë e kompanisë, tash për disa muaj jam edhe përfaqësuesi komplet Ballkanit për kompaninë. Po kualiteti besoj që është shumë i lartë. Kompanitë jo veç kjo, po kompani turke në përgjithësi besoj që prodhojnë me kualitet shumë të lartë produkteve. Edhe puna dhe referencat që janë bë prej kësaj kompanie besoj që kanë me qenë plus edhe një plus shumë i madh për besim nga çdo klub ose çdo federatë që po të bashkëpunojnë me ta. Ulset prodhohen prej ulseve metalike, ulse që përdoren shumë në stadiumet e Gjermanisë, është pjesa zakonisht në Gjermani po thojmë dikon 70% e stadiumit është me ulse shumë të rashme, shumë të mira, po një pjesë rezervohet gjithmonë për tifozët ose për ultras që thuhet. Edhe të tifozët si në Angli kohëve të vjetra, edhe tash në Gjermani përdoren ulse metalike. Metalike, ulse që shancat e thymjes ose shancat e dëmtimit janë absolut zero, sidomos për kualitetin që bën të na. Të fillu pe aty në ulse bazike që përdoren në shumë prej stadiumeve se palestrave në Kosovë, deri te ulset VIP edhe ulse me kualitetin shumë më të lartë. Një pjesë shumë e madhe aty në vjen vendos tash edhe në stadiumin e Flamurtarit në Vlorë. Metalike. Jo, ulse kualiteti po, plastike me kualitet pamuku, domethënë. Po. Janë vendos në stadiumin e Flamurtarit. Edhe besoj që me çka kom pallë, me çam ka rënë me provu ulse, besoj kualiteti më i mirë është e ulset e lojtarëve. Ulset që vendosen si pankin, domethënë si banka rezervë. Pra ju kur hynin në kësaj procedura nuk është se rregulloni vetëm ulset e stadiumit, po edhe banka dhe çka që ka brenda stadiumit. Ulset e konferencave, trajnerëve, rregullojnë edhe ulset jashtë stadiumit, domethënë të parkut ose diçka nëse ka stadiumi, që kanë shumë stadiume të mëdha, ashtu është punu në stadiumin e Altay në Izmir të Turkisë. Domethënë përderisa është bashkëpunimi edhe marrëveshja me klubin ose me federatën që aprovon projektin atij stadiumi, atëherë çdo pjesë ta kanë alekonit. Sa në kontinuacion po themi këto 4 klubet, 2 nga Shqipëria, 2 nga Kosova, sigurisht ju mas përfundimit projektit keni diskutuar me ta. Po, patjetër, po. Kënaqësia e këtyre klubeve besoj ka maksimale. Me çka kemi pa dhe ne stadiumet po duken stadiumet që po shkojnë drejt Evropës, stadiume që i përkasin kategorive të vendosura për UEFA-s, edhe me referencat edhe me fjalët që kemi marrë nga klubet në fjalë edhe nga federatat në fjalë, ka qenë një plus shumë i madh për neve. Edhe një shtymë shumë e madhe që tash jemi fokusuar shumë në Kosovë, Shqipëri, edhe të njëjtën kohë jemi duke pa që Kosova do t'i mbaj lojrat mesdhetare të vitit 2030, edhe besoj që shumë stadiume, shumë palestrat një njëjtën kohë ka nevojë për investime, që projektet vetëse janë vendos, sidomos në disa stadiumet të mëdha, si stadiumin e qytetit tim që tash sa vite kam veti Mirë, ato gropa ato hekan herë. Po, jo shumë, ato e kam bërë për shpim, po si ne gropat ale. Stadiumet besoj që ka nevojë për renovime dhe ajo dihet me pra fokusi ju dhe kompanisë ka me qenë në lojrat te Prishtina 2030. Prishtina 2030. A ka kapacitet me mbulu? Po, patjetër. Kemi mbulu shumë projekte të mëdha, kemi mbulu projekte që vetëm në Turqi e kalojnë projektet që kanë me qenë në Kosovë, po kompania ka pas kapacitete prodhuese dhe kapacitete me i dalë në fund këtyre projekteve, besoj që deri tash edhe besoj që kemi pas edhe. Ju jeni me bazë këtu, po produktet vinë nga Turqia? Nga Turqia. Me bazë jemi në Kosovë, domethënë unë jam
Përpos themelues edhe pronari Kos Import Consulting, jam edhe aksionar të Altecan Seating Solutions. Edhe gjithë procesi i zhvillimit biznesit në regionin e Ballkanit, po edhe në Europë, edhe më shumë, po nuk e kemi të limituar vetëm Ballkanin. Ta kanë mu edhe ekipës sem. Po baza edhe fabrika, do të thonë fabrika prodhuese është në bursat e Turkisë. A kishte qenë atje me po procesin që është bohën? Po, kom qenë në Turqi, unë të njëjtën kohë. Interesant vetë kështu me ditë. Po, është procesin që është prodhuar. Është proces, po, e kam pa procesin. Se mos të plastikës po flasim, se ato, okay. Po, secila e ka në normal mënyrën e vetë të prodhimit, edhe po ulset bazike, ulset të plastikës janë shumë pak prodhuese për kompanisë. Jo që nuk është zgjidhje e kompanisë, po shumica e projekteve të reja që po zhvillohen me ulse të kualitetit pak më të lartë. Tash larg asaj nuk po i përbuzi ulset. Jo, absolutisht. Unë jam person i sportit prej moshës 4-5 vjeçare, kam shiku basketball sidomos në atë Mitrovicës. Jo, po është ideja se edhe këtu ki çështje të niveleve ku po do në shku. Po, patjetër. Çështje të niveleve, çështje të kostës, se jo secili klub i ka kostot për me mbulu çdo lloj ulse. Edhe pse çmimet janë shumë të favorshme, po kur flasim për 10-20.000 ulse, 25.000 ulse, normal që kosto rritet. E lun rolin e vet. Po po e shohim që Kosova, Shqipëria dhe Ballkani përgjithsisht përmenda Maqedonia të njëjtën kohë, ka pas projekte të asaj përfundu projekti edhe në Bullgari. Ekipa e Lokomotiv Plovdiv. Po. Ka pas projekte edhe në Timisoara në Romani, ka pas projekte domethënë që kanë mbulu shumë vendet Ballkanit, po fokusi kryesor tash për momentin është në lojrat mesdhetare 2030. Në Kosovë kryesisht. Dhe projekti i Maqedonisë kur nis? Projekti i Maqedonisë shumë shpejt, nuk e kam datën e saktë, po është në një marrëveshje. Se atje gjendja ku në përkatësuar stadiumit, tash nuk ka gjendje. Gjendja është katastrofale. Jo, se nuk kanë lënë me zhvillu gara ndërkombëtare, si ka plotësuar niveli. Jo veç ai stadium, po shumë stadium në Maqedoni janë nivele shumë tolta po besoj për Europë, sidomos për klube si Shkëndija që po ka suksese të mëdha evropiane. Po përveç nuk po mundam me thonë kohë caktuar kur kam fillu projekti, se jo s'ka lidhje veç kështu. Nuk po sakt datën, po. So mund të më zgjat një projekt për shembull. Një projekt si ai dikon po besoj mrena, nëse jepet kohë më herë, domethënë për prodhimin e ulseve, një projekt si ai mundet me përfundu brenda pak muajve, si 3-4 muaj, për vendosjen e gjitha ulseve, po e ceko prap nëse... Atja kanë qenë plastike? Kombinim, shumë kombinim e madh, po edhe në stadiumin e Maqedonisë tash nuk janë gjitha ulse të vogla, ulse plastike, është një kombinim i vogël. Edhe këtu në të hekurit edhe... Tash ka me shku njëjtë mënyrë pak a shumë, veç me ulse pak më të reja, më të modernizuar, më të avancuar. Çka të ka motivu me hy me biznes? Çka më ka motivu? Tash unë e kom punu rreth 2 vite në Turqi, me një kompani turke, është quajt X-Fortune, edhe kom punu si menaxher i zhvillimit biznesit për regionin e Ballkanit. Mënyra edhe potenciali që e kom pa në atë kompani për ato 2 vite që kam punu ka qenë shumë e madhe, për shkak që Turqia është prodhues shumë i madh, edhe vendet e Ballkanit, sidomos Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia janë importues shumë të mëdhenj. Edhe kjo arsye ka një plus shumë i madh për mua me hy kësaj dege, edhe pse unë kryesisht shumicën e karrierës time kam zhvilluar në burime njerëzore dhe administrat, ky ka qenë ndryshim shumë i madh, shumë i madh në karrierën time. Nga e majta në të djathtën. Nga e majta në djathtën fix, edhe po besoj që puna që jem të e bo dhe i tash është shumë breslënse, dhe po besoj që gjatë kam e qenë në këtë dekë. Të uroj shumë sukses dhe uroj vazhdon me projektet e reja, sigurisht Prishtina 2030 është një ngjarjeve që e ka fokusin maksimal, pasi është ngjarja më e madhe që organizohet në Kosovë. Po sigurisht të urojmë shumë shëndet fillimisht edhe shumë sukses me kompaninë. Faleminderit shumë me pyetje, faleminderit për ftesën, ishte vërtet kënaqësi. Faleminderit shumë.